Se neve si popull na vjen keq me lëndu ndjenjat njëri tjetrit, unë jam fisi me papian, edhe kjo është nash. A ke pobre, po shumë përbimi si popull, ta prish nona, ta prish baba, ta prish e kusherini që se ke po me vjet, e shënër sy që të t'angull, edhe apet do të më përbi, hajt më sprish. Këshyre, kur ty një familjar apo dikush i njofshëm, ta bënit pa drejt, ti nuk reagon me atë arsyen hajt më sprishmi, dije që aty veç u prish puna. Nuk ka mirë kur gjamo. Do me thonë, ti si person e bën një veprim që mendon që është i drejtë. Edhe ndërkohë vjen një familjar apo një i afër ta bën ty të pa drejt, edhe ti nuk reagon me arsyen që jo mosha, jo lidhja familjare, jo kusherini, jo ajo, jo kjo, edhe apet veç përbijesh. Çka është kjo? A nuk po i dhimbësh ti familjarin me ta bë pa drejta? Tash këtu vinte diçka shumë interesante që ka emrin manipulim. Sani që ndodh më shpeshit e na është që nëse ti reagon për një padrejtësi që tu ka bëmë në familjes apo të meshte tu, aq ta ka bot pa drejt, me njerë ta bën. E qysh ti pëm thu mu kështë, a nuk i di që m'ki kushereja? Po t'jam ki kushere mu none, që ma bën kështë. Falni se unë zejta pak. Gjareve që ndodhin kështu, ju thojnë manipulim si që thashë ma për para. Unë mu përbi se të pas në kushere, e te më mangu rin muhe se më pas ki kushereja? Jo, valoj, po më vje keq. Njerës dashur. Mos e shkatron i trunën e ju me tuli manipulanti që thirrën lera familjare e këqyr më të angull sa herë të monët. Ruje vetën, ruj mend, ruje shnetën edhe kuletën. Faleminderit shumë, ju përshëndet Fisi me Fabian edhe me sponsora. Ditën e mirë.